Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Këtë vit, unë dhe burri im arritëm më në fund të blinim një apartament në qytet. Pas kaq shumë vitesh martes, arritëm të kishim një derë që ta mbyllnim e të ishim vetëm për vetëm. Është një qetësi që nuk e kisha provuar kur më parë, sepse për shumë vite ne kemi jetuar në fshat, në një shtëpi të madhe ku rrinim në bashkari me prindrit e burrit dhe vëllaun e tij. Kur kthej kokën pas dhe kujtoj kohën kur jetoja në atë shtëpi, gjithçka më duket si një jetë tjetër. Kjo ngjarje që dua të tregoj ka ndodhur para 10 vitesh, e unë atëherë isha 30 vjeçe dhe kisha rreth 5 vite që isha martuar me burrin tim. Kunati im, pra vëllau i madh i burrit, në atë kohë ishte 43 vjeç. 3 vitet e para të martesës sime në atë shtëpi kaluan mirë. Unë isha nusja e re dhe vjehra bashkë me vjehrin me mbanin ndjesime të mirë. Punët e mia ishin vetëm brenda mureve të shtëpisë. Fshija oborrin, laja rrobat, bëja buken dhe gatuaja drekën për të gjithë. Këto ishin punë që i bëja pa u ankuar, sepse në fshat kështu e ka zakoni, por pas vitit të tretë gjërat ndryshuan. Të qenit nuse e re mbaroi dhe vjehrit vendosën që unë duhet të dilja jashtë e të ndihmoja me punët e rënda, specifikisht me bagetin. Shtëpia jon kishte goxha bageti, kryesisht dele, disa dhi dhe lop. Vjehri vendosi ta ndante kopen në 2 pjesë. Mua më ngarkuan detyren që të merrja pothuajse gjysmën e tyre e t'i dërgoja çdo mëngjes lart në mal për të kullotur. E gjysmën tjetër e merrte kunati im, por ai e kishte shumë të lehtë. Ai zbriste poshtë shtëpisë në një livadh të madh e të rrafshët që ishte toka e jon. E puna ime ishte një lodhje e përditshme. Mëngjezi im fillon të herët. Merrja një torbë me pak bukë djath, një shishe me ujë, me disa qep dhe nisesha para se të linte dielli. Rruga për në mal ishte shumë përpjete dhe e mbushur me gore ferra. Me duhet të ecja gati një orë gjysmë vetëm për të arritur në vendin ku kullotja ishte e mirë. Atje duhet të rija gjithë ditën në këmbë ose ulur mbi gur, duke i ruajtur që të mos largoheshin tepër. Rreth mesdites duhet t'i mblidhja që të gjitha dhe t'i zbrisja pak me poshtë tek një burim uji që të pinin, e pastaj t'i ngjisja prap lart. Kthehesha në shtëpi vetëm kur fillonte të errej, me këmbë që më dhimbnin nga ecja e nga gurët. E kunati nga ana tjetër e kalonte ditën në livadh, në një terren të butë e të njomë. Kjo ndarje pune kështu vazhdoi për disa kohë, derisa erdhi vera. Nga i nxehti i madh dhe nga mungesa e shiut, bari në livadhin poshtë u tha plotësisht e bagetit atje e hëngrën të gjithën e nuk ishin më se çfarë të hanin. Kështu që vjehri i tha kunatit që nga e nesërmja të gjitha bagetit së bashku do të shkonin në mal. Mendova një herë se tashmë do më ndalnin mua në shtëpi, por jo. Tani e tutje edhe kunati do të ngjitej lart bashkë me mua. Kur filluam të shkonim bashk, nuk është të ndryshoj ndonjë gjë e madhe për mua, përveç faktit që nuk isha krejtësisht e vetme. Ne të dy rrinim shumë larg njëri tjetrit,
edhe kur ishim në të njëjtin vend. E komunikimi ynë ishte pothuajse inekzistent. Ndoshta thoshim vetëm mirëmëngjes kur dilnim e kur bëheshim bashk tek porta e shtëpisë, ose ai më thoshte te ktheja ndonjë dele që po largohej nga tufa. E ne respektonim atë distancën e ftohtë që ishte e zakonshme në familjet tona mes nusës dhe kunatit. Kullotja në mal zgjaste me orë të tëra. Unë zakonisht merrja ndonjë punë dore me vete ose thjesht rria e ulur. Por kunati nuk ishte një njeri që rinte dot pa bërë asgjë. E nga mërzia e të ndenjurit gjithë ditën bosh, ai filloi të ndërtonte një stan të vogël atje lart në mal. E nisi duke mbledhur gurë të mëdhenj rreth malit. I lëvizte një nga një dhe filloi të ngrinte disa mure të ulta. E shihja çdo ditë që punonte nga pak. Bënte edhe balt nga lloçi dhe përdorte për të lidhur guret me njëri tjetrin. Me pas preu disa dek të trasha lisi dhe i vendoshi sipër për të krijuar çatin, të cilën e mbuloi me gjethe dhe me fier. I mori gati 2 muaj kohë, por në fund ndërtoi një stan të vogël, si një dhomë vetme me një derë të vogël nga përpara. Tashmë ai kishte gjetur një hobi dhe e kalonte kohën. E pas disa ditësh e pash që kishte ngarkuar në kal një shpore druri të vjetër që nuk e përdornin më në shtëpi dhe e solli lart në mal për ta futur brenda stanit. Një ditë më vonë, ngjiti lart edhe një dyshek të vjetër që e kishim në papafingo. E me kalimin e kohës, rutina jo në mal u nda akoma më tepër. Kur dielli bëhej i padurueshëm në mesditë, unë kërkoja hijen e ndonjë pemë të madhe. Ulesha në tokë, e mbështetur pas trungut, duke u munduar të largoja mizat që nuk të linin rehat. Por kunati shkonte tek stani i tij, futej brenda, e mbyllte derën dhe shtrihej në dyshekun e tij për të fjetur ose për të pushuar në freski. E unë kur nuk i isha ofruar atij stani, e as për kuriozitet për ta parë. Me dukej sikur ishte hapësira atij dhe s'doja ta bezdisja, e me vinte turp të rria brenda stanit bashkë me të. E një ditë, në mesin e gushtit, kunati më tha në mëngjes se nuk do të vinte në mal. I duhet të shkonte diku për disa punë dhe nuk mund të vinte. E më tha ti merrja të gjitha bagetit vet. Ajo ditë ishte ndoshta nga më të nxehtat e gjithë atij viti. E mëngjesi kaloi si zakonisht, por kur shkoi ora 12, vapa filloi të më mbyste. Toka duke sikur diqte, edhe ato guret diqnin shumë dhe nuk ishte asnjë fije erë. Bagetit kishin rënë në qetësi. Ishin mbledhur tuf në ca shkurën nga i nxehti dhe nuk po lëviznin as për të kullotur. I mora më ngadalë dhe i zbrita tek burimi. Zbritja dhe ngjitja e dytë me lodhi pa mas, me dhim të koka nga dielli dhe këmbët mezi më mbanin. U ulën në hijen e pemës si zakonisht, por nuk kisha fare qetësi. Për rreth kishte shumë insekte, e toka ishte e thatë dhe e fortë, e sytë më shkuan tek stani i kunatit. Dera nuk ishte bravë. E dija që brenda, për shkak të mureve të trasha prej guri, ishte freskët, e me që ai nuk ishte aty, vendosa që të çohesha. Eca drejt stanit dhe u futa brenda. Ishte e vërtet ajo që mendova, sepse sa po kalova pragun, ndjeva një freski të madhe. Në njërin anë ishte shporeti, e ndërsa në anën tjetër ishte dysheku. Isha aq e lodhur sa nuk e mendova dy herë, e ula në dyshek thjesht për të shlodhur e për të pushuar pa kurrizin disa minuta. Mbylla syt për të qetësuar dhimbjen e kokës nga dielli dhe as vet nuk e kuptova se si, por me zuri gjumi i thellë.
Nuk e di sa kohë kaloi. Mund të kisha fjetur 1 orë ose më shumë. E gjumi me doli kur ndjeva një prekje në fytyrë. Hapa syt me shpejtësi, e konati ishte aty brenda në sen, i përkullur mbi mua. Nuk arrita as të flisja e as televizja, sepse në të njëjtën sekond, ai me puthi në buzë. U tremba shumë në momentin e parë. Mendja me ishte ende e përgjumbur dhe e turbullt, e nuk e prisja fare të ishte aty, sepse e dija që nuk do të vinte. Pastaj edhe u habita nga veprimi i tij, e nuk bëra asnjë reagimon, thjesht qëndrova aty, pa thënë asgjë. Ajo tërhoq pak, e pa që nuk thash asgjë, e pastaj ul sërish pranë meje, e me puthi prap në buzë, dhe pastaj edhe një herë tjetër. E gjitha ajo lodhje dhe ai hutim u kthye në një lëshim të plot, dhe në atë qetësinë brenda stanit e putha edhe unë atë. Tashmë filluam të putheshim që të dy. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe. Të gjithë ata që duan të ndëgjojnë videon deri në fund, bëjni like videon. Pastaj Kunati me mori për dorësh. Eja tha. Eja të ngritesh lart. E kur unë ngrita lart, Kunati ula aty në dyshemen e stanit dhe filloi të me puthte dorën. Me puthi dorën aty të gishtat e pastaj unë gjitë edhe më lart. Pastaj unë gjitë edhe ai në këmbë, e me puthi tek fyti. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like.